Nëse pastrohem ndosh pa ndjek radhën e abdesit, a vlen? Nëse lahem pa I lagur flokët gjithashtu. Nëse je të pyet edhe për guslin edhe për abdesin, themi kjo që ke përmend nuk vlen. Nëse vepron kështu, nuk vlen as abdesi, nuk vlen as gusli. Për gusl duhet me I la flokët. Përndryshe s'ke gusl. Po ashtu për abdes, themi se në mëdhibin Hanefi lejohet, edhe nëse nuk e ndjek radhitjen e pjesëve të abdesit, por në këtë rasti as abdes nuk jetu marr as gusl. A nëse kemi me marr abdes, ke gusl parimisht, kemi me marr abdes. Nuk e ke ndjek radhitjen, I ke lap dur, kam, fytyr, flokt. Domethënë, ke marr abdes, po I ke marr jo me renditje. Unë them, nuk ke vepru mirë, me një farformë je rebelu ndaj rregullorës së abdesit. Por, nëse bazohemi te ai mendimi që qëllimi është mi la pjesë të trupit edhe nëse nuk e bën radhitjen, themi mas poko ke kundërshtuar sunetin, po inshallah taala pranohet abdesi. Pra, nëse merr abdes pa e ndjek radhitjen. Por nëse këtu ke qëllim, këtu e te poshtë ke la trupin, edhe ke thonë tash kam une edhe gusl dhe abdes, themi kjo nuk vlen.